Mirëmbrëma të dashur shikues. Ky është emisioni i 4 Konspiracion në kanalin Okult në YouTube. Sot të ftuarit e mi janë dy aktivistë të njohur për betejat e tyre në mbrojtje të lirive dhe të drejtave tona, ato që ne vet i harrojmë në pjesën më të madhe të rasteve dhe kujtohemi vetëm kur është shumë vonë. Dhe po i prezantoj shkurt Armando Vrusho, në profesion inxhinier IT, Përshëndetje. I teknologjisë informacionit, por së fundi dhe i njohur si aktivist. Faleminderit mirë se ke ardhur. Faleminderit. Ndërsa në videokonferencë është aktivisti i shumë nismave qytetare, Andi Tepelena, njeriu i kudo ndodhur nëpër protesta. Edhe sot është nga protesta në protestë, ne e kemi marrë në intervalin midis dy protestave. Të prezantova mirë, Andi? Je shumë i saktë. Falenderoj. Atëherë, meqense ti je midis protestave dhe nuk ke kohë të gjatë për të qëndruar me ne, a mund ta thuash shkurtimisht cilat janë protestat e fundit ku je angazhuar? Protesta e fundit ka qenë ajo e djeshmja, mbrëmshme ka qenë për ligjin për gjinit, për identitetet e shumë fishta gjinore. Pra ke marrë pjesë në të dy protestat e djeshme? Kurdo? Ke marrë pjesë në të dy protestat e djeshme? Po, edhe paradite dhe mbasdite. Midis këtyre dy protestave, kishte ndonjë protestë tjetër? Ishte edhe protesta e ditës sot, me që ishte për banorët e Durrësit te amfiteatri Durrësit. Ata që rrezikojnë shpronësimin. Që kanë ndjekur prej kohësh, domethënë, si protestë. Dhe janë shumë të drejtë, të dyja janë protesta të forta. Mos ajo e djeshme që ishte në lidhje me identitetin gjinor që prek familjen, akoma ka një impakt shumë të madh në gjithë popullatën shqiptare dhe besoj se është nga ligjet më të çmendura, le të themi, më problematike për shoqërinë shqiptare në gjithë këto vite, nuk e di as kohë kur shkrua shteti shqiptar, besoj. Kanë të sigurisht kundër këtij ligji, dhe kam thënë dhe publikisht. Palloshi i gjatë sipas epitetit të ri që ka fituar nga bashkëpunëtorja e tij më e ngushtë, zëvendës kryeministrja, palloshi i gjatë është në mandatin e 4. Dhe gjatë këtyre 12 viteve ka pasur pafund protesta, unë nuk e di sa është numri i tyre, po di të them që të vetmet fitore janë tashmë shumë larg në kohë. Janë në vitin e parë të qeverisjes së palloshit gjatë. Armët kimike, edhe plehrat, importi i plerave. Pse dyshtojnë protestat? Si njeri që merr pjesë rregullisht në protesta, mund të më thuash pse nuk po fitojnë më protestat qytetare? E para nga protesta e armëve kimike, ku një mobilizim të gjithë spektrit të shoqërisë civile, si majta dhe djatha, sepse ishte një çështje që prekte më shumë shëndetin e njerëzve, domethënë, dhe ishte shumë e ndjeshme, dhe kështu që impakti ishte më i fortë dhe në aspektin e organizimit. Por me tarë në pushtet palloshi gjatë ka korruptuar një pjesë të mirë të shoqërisë civile, dhe mos ata që janë të lidhur me të majtën, që janë të lidhur me të majtën, ata nuk ndihen fare, janë thjesht nëpër borde drejtuesish apo janë projekte që kanë përfituar nga pushtetet, dhe kjo ka krijuar një erozion fuqishëm brenda, le të themi, frontit aktivist, domethënë. Po unë besoj që kjo është një pjesë e të vërtetës, po jo e gjithë e vërteta, sepse ndërkohë palloshi i gjatë dhe enturazhi i tij kanë shtuar votat. Po ndodh një paradoks në Shqipëri, nga zgjedhja në zgjedhje, partia qeverisëse që si rregull në të gjithë botën, edhe nëse merr 2 mandate, i merr me më pak vota se sa herën e parë. Këtu kemi një fenomen të çuditshëm. Kjo parti po vazhdon të shtojë votat nga zgjedhje të zgjedhje. Filloi me koalicion, është e çuditshme, me sa duket ajo që themi që është stresa e mesme, mbas është dhe mirë, domethënë ka ndonjë rritje të mirëqenies ekonomike këto kohë, dikush ka marrë një shtëpi, ndonjë ashtu dhe po ta formuloj ndryshe opinioni publik dhe nga Po ta formuloj ndryshe pyetjen. Pse kemi nevojë për protesta? Pse duhet dalim në protestë neve nëse nuk jemi dakord me një gjë? Nuk kemi rrugë të tjera? Shiko, ne na mungon dhe mjetet që do të ishin shumë më efikase, siç është çështja e referendumeve që do kishin një efikasitet shumë më të madh. Domethënë, e kemi diskutuar shpesh të gjë për ligjin për referendume që mungon dhe ishte një mjet instrument për të drejtuar
referendume për shumë çështje që kanë të bëjnë me nivel lokal, nivel qendror apo çështje por e kanë penguar këtë mekanizëm që do ishte shumë. E ka penguar jo vetëm PS-ja, ka penguar të dyja partitë, PD, PS, me marrëveshjet e 2008-s. Ata ja hoqën të gjithë mekanizmin fuqinë qytetarë, më dobësuan shumë qytetarën që të kishte një vendimare direkte për çështje që interesojnë direkt, domethënë. Duke sidomos ajo 2008-s pat një impakt shumë negativ sepse forcoi kryetar, le të themi, u bën si bosat e partive, edhe deputetët nuk kishin më përfaqësues të direkt, domethënë nuk përfaqësoshin interesat e bazës, le të themi. Pra caktoheshin direkt nga kryetarët deputetët. Kjo bëri që të shkëputej edhe deputetët si përfaqësues, të shkëputej nga elektorati, të shkëputej nga baza. Pra kemi thjesht lista të mbyllura kryetarësh që nuk përfaqëson interesat e elektoratit. Kështu që edhe elektorati i djathtë, le të themi, është mërzitur shumë sepse nuk ka impakt, vendimet merren direkt nga byroja e partisë, nga Tirana, pra janë shkëputur nga interesat direkte të partisë. Por ajo që mund quhet për mua shtresa elektorati grip, që është pak koncept pak kështu abstrakt, se mund të jetë elektorat gri, domethënë elektorat pragmatik mund ta quanim, ka humbur interesin për politikën. Ka humbur interesin politikën se shef që së pari nuk shikon tek politika një mundësi për përmirësimin e jetës vetë, domethënë. Gjithmonë ka marrë partitë, ka marrë vendimare që kanë bërë për të ruajtur pushtetin. Rasti më flagrant ka qenë kur i rritën rrogat vetes vetë, që aty u pa që ata kanë hallin e benefiteve të tyre. Shumë ligje janë bërë klienteliste, kanë përfituar njerëzit e partive, domethënë qytetarët përgjithësi kanë ngel gjithmonë një janë shkeluar. Në kohë që ne po zhvillojmë këtë bisedë, që pa u fshehur dhe pa mashtruar publikun, kjo bisedë po regjistrohet. Ne të tre jemi pak me nxitim sepse duhet të shkojmë në një aktivitet që na ka thritur miku ynë përbashkët Armando Vrushi, për të diskutuar për rreziqet e të ashtuquajturit identitetit digital. Po ja jap fjalën për një moment Armando Vrushës të më shpjegoj pse është i rrezikshëm identiteti digital, dhe do doja më një herë përfshirjen tënde në këtë temë si bashkë pjesëmarrës si do të jesh në këtë aktivitet. Ne, domethënë, identitetin digital, po të merremi me kuptimin e mirëfillt të fjalës identitet digital, ne kemi vite që e kemi. Pra ka një informacion të digitalizuar, i cili është i materializuar në kartën e identitetit apo në pasaportën biometrike që ne e kemi. Tu problemi nuk është, tu po përdoret termi identitet digital për të fshehur një sistem të tërë të mbikëqyrjes dhe të kontrollit të automatizuar. Sepse mbikëqyrja dhe kontrolli në gjithë kohën e kemi. Ne sot ishim në protest, unë çuditërisht përpara kryeministrisë për çështjen e Durrësit, dhe shoh që një njeri me një motor dhe me një xhup që dukej si xhup polici. Të lutem regjia, shiko, mund të heqësh interferencat. Ndalon, bën një fotografi dhe ikën. Pra ndalon, bën një fotografi dhe ikën. Mbikëqyrja. Dhe pastaj kjo përdoret më tej. Mirë po, me sa duket, segmenteve të caktuara, sepse këtu nuk dua të them shtetit apo pushtetit për të mos e përgjithësuar në kuptimin që ka shteti dhe pushteti. Por këtyre që janë sot në pushtet, pra shtetit i cili sot ka pushtetin, intereson që të ketë një mënyrë kontrolli dhe imponimi sa më të automatizuar, me sa më pak kosto, në mënyrë që të kontrolloj jetën, të kontrolloj dhe të kushtëzoj jetën e gjithsecilit nga ne. Do të kthehemi prapë kësaj teme në detaj, po dua vetëm një ngacmim nga Andi Tepelena. Ty Andi, pse të shqetëson identiteti digital? Pse do të jesh sot në aktivitetin e thirrur nga Armando Vrusha? Po shiko, duke parë dhe pak vite çfarë po ndodh në vendet e tjera, kryesisht në perëndim, që vitet që për mua janë shqetësuese, sepse po duket gjithmonë një mënyrë mekanizmi kontrolli sjelljes njerëzore. Domethënë, kjo është e paralajmëruar që në 84 le të themi me romanin e famshëm të Orwellit. Por gjatë pandemisë u pa akoma që ishte një mekanizëm për kontrolli. Domethënë, pati një hop të shmend, domethënë kjo është zhvillimi i digital le themi. Edhe këtu filloi të rregulluar si njerëzore, distancimi social etj, jo çështje të privacy. Po kur shoh video në London, në Itali, e ka pa që njerëzit po çohen sepse po kuptojnë që nuk po kjo më shumë po synon ka
kontrollin e njerëzve, do thënë heqja dorë nga shumë liri të cilët i ka fituar qytetari europian, i ka fituar. Po edhe përdorimi i paras, domethënë digjitale që po bëhet në Perëndim në mënyrë unë isha vetë, le të jemi konkret, në Hungari para 1 muaji, do ishte pamundur të përdorja cash, të bëja cash, domethënë vetëm ndonjë në Hungari. I vjetër, kështu për çdo gjë ishte kështu. Po mendoja një moment, po sikur mos kem kartën, ose sikur në telefonin im mos punoj, ose ku aty kam të gjitha dhënat e mia. Po më thua që në Hungari nuk përdori dot para në fat, që nuk bën dot asgjë. Dhe rasti Francesca Albanezës ishte për mua më kulmi, domethënë. Ajo ishte një zë kritik i qeverisë sioniste, etj, dhe në një moment caktuar asaj ndërprem gjithë i mbyllën llogaritë rrjetëse dhe nuk mund përdorte dot kartën. As bia vetëm për ta ndihmonte. Thash kjo mund të ndodhë çdo njeriu që shan qeverinë në kodin penal që po ashpërsohet për një fjalë gose, po të çash një zyrtar të shtetit shqiptar, domethënë po ecë gjërat paralelisht me një ritëm të çmendur. Pastaj ky i gjati i Palloshi kur delte si kampion i kësaj gjës këtu, se ka merak të duket kështu lider edhe në këtë aspekt, është pjesë e një agjende, nuk ka mundësi të vijë natyrshëm kjo natyrë për digitalizuar gjithçka, edhe ekzistencën tonë. Andi, ti dhe ne të dy, unë dhe Armando, të tre kemi jetuar komunizmin dhe mbaj mend. Dhe dim që ka pasur një organizëm të përbindshëm që quhej Sigurimi i Shtetit, që mundoi të mblidhte sa më shumë informacion për njerëzit që ishin të dyshimt për sistemin. Por mbledhja e informacionit kushtonte klasifikimi, përpunimi, agregimi, akoma më shumë. Ishte shumë më i vështirë dhe duhej punë njerëzore për ta bërë. A sheh ti një paralele në nevojën e kësaj qeverie që kemi sot, apo qeverive të tjera në Europën perëndimore, për të mbledhur informacion për qytetarët e vet, një ngjashmëri? A ka një paralele midis asaj që bëhet Sigurimi i Shtetit me metoda të vjetra të asaj kohe, me metoda analoge, jo digjitale, përmes përgjimit, përmes raportimit, përmes mikrofonave të fshehur nëpër muret e fqinjve, përmes përgjimit të thirrjeve telefonike, hapjes së korrespondencës, ruajtjes së çdo informacioni që ti kishte firmosur ti një kërkesë për shtëpi, një lutje për flet kampi apo për kabin plazhi. A ka një lidhje midis të dyjave? Po, patjetër që ka, me çdo qeveri ka çështjet e kontrollit e ka prioritet. Dhe ata që janë regjime, por dhe ata që janë më demokratike, është quajtur demokratike. Problemin kryesor e kanë tek revoltat e njerëzve. Aty ku fillojnë problemet ekonomike, ku ka kriza sociale, aty fillon dhe revolta, protestat e njerëzve. Çdo qeveri do të marrë masë që të kontrollojë të revolta për mos kaluar pastaj në kaos apo për mos u kthyer revoltave të dhunshme. E mban mend nga mandati i parë e mban mend nga mandati i parë i qeverisë së Rama, kur kishim ministër Tahirin, që propozoi që të gjitha targat e makinave të kishin një microchip të instaluar. Po, patjetër që e mbaj mend. Po për çfarë për patur një kontroll ndodhte me byron politike njëri kohë që kontrollonin njëri tjetrin për ta përdorur pastaj edhe si mjet shantazhi. Ka ndodhur me këtë, domethënë është e njëjta metodë për mendimin tim, edhe Rama përdor, njëjta metodë. Po njerëz ka ustallar rreth vetes, edhe pse janë e hije, por metodat nga Sigurimi i Shtetit i ka marrë Rama. Unë nuk është shkëputur asnjë moment nga edhe metodë. Sa është dhe paranojak, është domethënë fakti që kishte bler një makinë blinduar 500.000 euro, domethënë ai mund të jetë frikacakën, është paranojak, ose vërtet ka një të bazuar kjo gjë. Mund të ketë presione nga bandat, ata që e kanë kapur. Vrusho, nëse më lejo. Por edhe tek mediat, do të ndërhyj Armando. Sot mediat janë të kapura në mënyrën më gati 100% në themi. Përveç në një syri.net o në një televizion tjetër, ai ka kapur gjitha mediat. Sot ne nuk kemi liri fjale, edhe kjo është tepër e rrezikshme. Po i hoqë lirinë e fjalës të shprehjes njerëzve. Ta dëgjojmë edhe Armando se ka nevojë të shtojë diçka. Në të njëjtën kohë me këtë episodin që tregove për targa, për identifikimin e makinave me ato chipet me wireless që do komunikonin,
Ka dhe një episod tjetër që përfshin po të njëjtët personazhe. Ramën, Tahirin edhe Agacin. Jo, përveç asaj, i kanë kërkuar takim. T'ja kujtojnë publikut që mandatin e parë donin të përgjonin dhe thirrje telefonike. Kanë kërkuar në takim CEO-n e kompanisë Aleat që prodhonte dokumentat tona të identitetit dhe i kanë kërkuar gjithë databazin. Pra shefin ekzekutiv, po? Gjithë databazin e shenjave të kishtave të shqiptarëve që janë depozituar në gjatë procesit bërjes dokumentave. Dhe zotëria i përgjigjet që më vjen keq thot nuk mund t'ua jap se janë ca ligje që më detyrojnë që të mos e jap. Përgjigje arrogante e pushtetit ton, pa ligjet vetë i bëjmë ne. S'na pengon. Po e ka thënë shoku Enver atë, pse ligjet tona do na pengojnë të ndërtojmë socializmin. Dhe zotëria që i përgjigjet prapë thot më falni, thot po e kisha fjalën për ligje ndërkombëtare. Nëse mund të ndryshoni ato, po jap kurdo, po për sa kohë nuk. Dhe janë mbyllën koncesionin, tash i ka marrë Ministria e Brendshme. Dhe i ka. Dhe tani ne mund të jemi super të qetë, sepse teknologjia për të printuar me rezolucion shumë të lartë në material 3D ka ekzistuar ka shumë vite. Kështu që shenjat e mia të gishtave, shenjat e tua të gishtave apo të kujdo tjetër mund të printohen në doreza silikoni dhe të shkojnë në një sken krimi, i lyen me një lloj ndyre ato dhe lë gjurmët e mia apo të tuat tek ajo skena e krimit dhe pa pritur pa kujtuar ne jemi bërë kriminalët. Po më është kollaj sepse mund të më vjedhin mua një peshqir në shtëpi, edhe të marrin madje ADN time nga yndyra e lëkurës time. Po lënë dhe shenjat e gishtave që të jetë prova, edhe ta lënë atje, patjetër. Charlie Kirk kështu është vërar nga njëri që ka lënë një peshqir të përdorur në pyll. Andi, unë mendoj se ne shqiptarët duhet ishim shqetësuar shumë më herët qysh kur u detyruam të parkojmë duke përdorur celularin. Sepse pagesa e parkimit me celular zbulon sakt ku kam qenë unë, apo kush e ka pasur makinën time, nëse makinën time pra me targën time parkon ti. Dhe ky është një informacion tjetër që qeveria nuk hap se ta di. Por ne s'kemi reaguar atëherë, nuk i kemi dhënë rëndësi, na është dukur një gjë moderne që nuk kemi më ata çunat që na kërkojnë para në dorë kur parkojmë, apo nuk ka një pajisje ku ti fut paratë dhe të printohet bileta e parkimit, dhe kemi qëndruar të heshtur. A mendon se edhe për këtu duhet shqetësohemi? Dhe thëndrejtë edhe unë vetë nuk jam filluar shumë, të e kam parë më shumë si mjetë të rahatshëm komod për të bërë pagesë për të evituar të thuhet si para kesh në duar që mund të ketë, kur ka para kesh Shqipëri ke edhe rrëshpetin në çdo gjë në zyra e tjerë dhe është parë një mënyrë për të evituar edhe rrëshpetin. Po qofse kjo është pjesë e një strategjie se kështu fillohet, pak diku këtu me makinën, diku pagesat online, diku mediat sociale etj. Jo më rrëshpetin në rastin e parkimit është mang duke bërë një makineri, një pajisje që ti merr parat ashtu siç ti merr makina e kafes edhe distributori i pijeve, pa të pyetur kush je. Ti je parat, ajo ti e biletën, ti e vendos bixham. Po pse duhet ta di sistemi që Armando Vrusho mori makinën time me targa XY, parkoi në filan vend. Edhe të filloj pastaj të zbuloj ç'lidhje ka midis meje dhe Armando Vrushës. Por Armando Vrusho pse ndodhet në atë zonë? Kush tjetër ka qenë që ka parkuar në atë zonë? Se ndodh për shembull që Armando Vrusho është i martuar dhe ka një të dashur atje. Më kupton? Dhe pastaj vihet në shantazh nëse i thonë që shiko se ne e dim që ti ke një të dashur në atë zonë. Mund t'ia themi gruas. Nuk të ka shkuar ndërmend kjo? Jo. Nga që je burr i ndershëm që nuk e tradhon zonë prandaj. Nuk e kam menduar edhe pse në përdorimin e teknologjisë nuk jam aq i zotit dhe s'para e përdor dhe për parkim gjithmonë dhe unë si shqiptar kërkoj në parkim në për lagje, në për rrugica kështu, po nuk e kam menduar deri këtu. Më shumë ka shqetësuar tek pjesa e privacy, tek rrjetet sociale ku ne shtypim opsione të ndryshme dhe pa e ditur që pa mënyrë shkojnë të çojnë të gjithë tek ai Big Brother i madh, gjithë informacionet që ata mbledhin, grumbullojnë. Kjo e vetëm për qëllime politike, por edhe qëllime komerciale në një mënyrë. Por deri te makina nuk i kisha menduar aq hollë. Më ka shqetësuar çështja e database-it që dolën, për mua është një gjë që ka dalë nga brenda. Pra dolën shel gjithë të dhënat e shqiptarëve tona, të rrogat e IT të tjerë. Të t'jap një lajm, gjëra të kopshme. Të t'jap një lajm të ngjashëm?
India është nga vendet e para në botë që ka futur identitetin digital, i ka vënë një fjalë në gjuhën India. Ka krijuar 1 miliard e 500 milion identitete digjitale me numër. Dhe me një emër në gjuhën hindu që unë nuk e mbaj mend. Ka ndodhur që është vjedhur databaza dhe është hedhur në shitje online për sa thua, më jep një shifër të dhënat e 1 miliard e gjysmë njerëzve, pra 1 miliard e 500 milion, sa shiteshin online? 1 milion euro. Jo, 5 euro. 5 euro, 5. Si 5 euro për 1 miliard e gjysmë njerëz? Po, 5 euro sa aq i kushton atij që kishte vjedhur. Kishte thyer sistemin. Po mund ta verifikosh këtë lë. Pra nuk kemi vetëm ne. Po ta gjejmë patjetër, mos kemi rak. Kalon ka përfite e fantazisë kjo gjë, kështu. Edhe ai që ka ftuar vetëm 5 euro për po ti jetë çmimi 1 milion e gjysmë euro sa shtet ti, do risht presësh sa dali njëri që ti blej. Po e vure 5 euro do dalin 1 milion e gjysmë që ta blejnë edhe tu bën 7 milion e gjysmë euro direkt. Ja logjika e biznesmenit. E dëgjove? Kështu që është edhe ky shqetësim sigurisht, madje në Indi ka miliona njerëz që për shkak të problemeve me internetin apo sepse kanë humbur këtë të famshmin identitet digital, kanë mbetur muaj të tërë pa asistencë sociale. Fëmijët janë përzemur nga shkolla, sepse për fëmijët duhet të jetë prindi garant me identitetin e vet digital që t'i çojnë në shkollë. Dhe ka njerëz që sot ndihen sikur nuk janë më qytetar dhe rezident në Indi, për shkak të mungesës së identitetit digital, nuk bëjnë dot asgjë. Për i ngelën pa bukë se u morën ato kuotat, i transferuan. Po, dhe Kina po zbaton këtë gjë me punë pikë shumë, nëse nuk sillesh mirë, po sistemi të heq pikë, do zbret pikë dhe mund ngelesh e pa pikë, si puna e patenteve të makinës, domethënë. Me sa duket elita e majt globale këtë përsynon modelin kinez, i hiqen kështu si unë nuk do ta quaja e majt, nuk e di çfarë tim ka vrusho. Unë nuk do ta quaja të majt, do ta quaja elit. Në kushtet që jemi, të merresh me ndarjen ideologjike e majt apo e djathtë, mua më duket luks. Ne kemi majt ka më shumë të filozofinë e centralizimit. Jo, dakor, do të centralizoj çdo gjë, institucione vendimare, financat. Është më theksuar tek e majta. Mua më shqetëson fakti që domethënë është shumë filozofike kjo që të ndajmë është e majt apo është e djathtë. Shohim ditë për ditë një elit që ka pushtet dhe para, e cila po bën çdo gjë që mundet që të na vështirësojë jetën sa më shumë, që të na ketë në kontroll, që të na kthejë në qenie pa identitet. Okej. Këta thonë identitet digital, le të themi është i djathtë konservator dhe nuk e ka aq maninë e fortë të kontrollit. Kemi dy modele pak ndryshme. Dakor, pastaj po të diskutojmë për modelet, po them që domethënë që të futemi te kjo pjesa e të klasifikuarit, është i majt apo është i djathtë, ky që po bën të keqen, është unë kam quajtur pak luks. Është një që po bën të keqen, nuk ka rëndësi është i majt apo është i djathtë, është ky që po bën të keqen, ne duhet luftojmë të keqen, por pastaj për histori analizojmë nëse ishte majtës apo djathtës. Ja të jap një argument Andit pse nuk ka diferencë majta me djathtën. Andi ti the në pjesën e fillimit të bisedës son që është një skandal kjo që ka ndodhur me ligjin që u miratua dje për barazinë gjinore. Por unë do të shkënjej pak. Nuk është skandal, ose nëse është vazhdimi një skandali të nisur në vitin 2012. Sepse çfarë ka ky ligj? Ky ligj ka një herë të përmendur fjalën identitet gjinor dhe e përfshin në nenin 6 tek ndalimi i diskriminimit. Duke qenë se është aty në të gjithë ligjin, kushdo që pretendon që i përket një identiteti gjinor, do kërkoj të gjitha të drejta, të gjitha garancitë, të gjitha mbrojtjet që parashikon ligji. Po një herë përmendet. Por ama nuk është herë e parë që në legjislacionin shqiptar përdoret termi identitet gjinor. Ke në Konventin e Stambollit që ne e kemi ratifikuar në 2012 dhe ka qenë Berisha në pushtet, jo Rama. Disa herë të përmendur identitet gjinor dhe orientim seksual. Madje e specifikuar që gjinia nuk është ajo që është në lindje, por është konstrukti social që merr në çdo shoqëri të caktuar. Po ashtu në kodin penal
ka nene të posaçme ku flitet për orientim seksual dhe identitet gjinor. Dhe këto janë të vitit 2013, sërish me majorancën e ashtu quajtur të djathtë. Besoj që bien dakord që elitës globale po i nënshtrohen njësoj partitë e majta dhe të djathta kudo në botë, edhe në Shqipëri, dhe përjashtimet vërtetojnë rregullin. Ka ca të majtë që janë kundër, ka ca të djathtë që janë kundër. Robert Fico në Slovaki është i majtë, po është kundër agendës globaliste. Viktor Orban është në kushtetut, po aprovu me referendum, apo në kushtetut, që ka vetëm të gjini. Jo, Slovakia e bëri me kushtetut në parlament, sepse ashtu e ka si ne, që mund të ndryshojë parlamenti kushtetutën. Kroacia e ka bërë me referendum popullor, ka sankcionuar që martesa mund të bëhet vetëm midis burrit dhe gruas. Po. Tani, pra po thua që majtët e djathta janë në kthjetrat e kësaj elite që. Po, korrupsioni nuk ka gjyrë. Korrupsioni nuk ka gjyrë. Nëse ti je një lider i korruptuar, ti i shërben elitës pavarësisht origjinës sate, nëse vjen nga e majta apo nga e djathta. Meqense e dim që e ke kohën të kufizuar se do të ikësh në protesta të tjera. Po, diskutojmë sot gjëra gjatë në gjashtë. E përmendë referendumin si zgjidhje. A mund të jetë referendumi zgjidhje për çështjet e agendës LGBT dhe për çështjet tjera? Dhe nëse po, çfarë duhet bëjnë qytetarët? Kjo është pyetja e fundit për ty. Unë besoj akoma që shqiptari është i korruptuar, shqiptari domethënë nuk ka ndjeshmëri ndaj korrupsionit, ndaj grabitjes pronës e tjerë në ato vite, por të paktën besoj akoma që qytetari është i lidhur me familjen. Pra ka një këndvështrim tradicional për shoqërinë. Mund të toleroj gjithçka, vjedhjen, korrupsionin e tjerë, por të paktën këtu të pjesë. Mendoj se për këtë gjë do ishte e nevojshme referendumi, po edhe për të parë fundet çfarë mendojnë njerëzit, është mund të jetë referendum konsultativ, që do i shërbente një qeverie, shpresojmë. Nuk parashikon legjislacioni shqiptar referendum konsultativ, këshillimor ligjin. Nuk e ka ligji shqiptar. Unë kam qenë shumë të di fare mirë në i përfshirë në këto çështje të referendumeve, por e kemi thënë që është mekanizmi shumë i vështirë, na e kanë bërë komplikuar të dyja palët dhe ja ku dolën prapë, që edhe e majta dhe e djathta nuk e duan. I druan dështimin popullore në pjesëmarrje. Palë dhe apatisë të njerëzve, indiferencës, që nuk i diskutojnë gjërat, janë larguar nga politika, janë larguar nga ligjet e tjerë, nuk diskutojnë. Pra jemi popull ekzistencial me pak fjalë. Nëse sigurohet shqiptarit buka e përditshme, këto temat janë mjafton që të jenë sa më larg nga vetja, mjafton të ketë familjen, por prapë mendoj se do familjen ta ketë në rregull. Të paktën familjet sot për sot, fëmijën e tij. Por nuk mendon më gjatë për fëmijët e një brezi tjetër. Kjo është padyshim. Pra duhet bërë me referendum. Unë jam pro referendum dhe sikur të jetë vendimarrje e gabuar, le të marrin përgjegjësi vetë qytetarët. Gjithmonë doja të kombinoja si thosh demokracinë përfaqësuese, që pra besoj tek demokracia përfaqësuese, por e kombinuar me demokracinë direkte. Duhet gjithmonë ky presion. Instrumenti i referendumit është presion për parlamentet që mendon mirë. Atë ta marrë këtë si angazhim tëndin publik që do të përfshihesh në punën, në grupin e punës për një referendum për çështjet gjinore? Absolutisht, jo vetëm për çështjet gjinore, por për shumë dhe çështje të tjera që me karakter demokratik, le themi. Dakor, kjo deklaratë mbetet ke përgjegjësi sepse kush premton është borxhli dhe i ke premtuar publikut që do të përfshihesh në përpjekjen për referendum. Po, unë e bëj me shumë kënaqësi pjesën e referendumit thjesht. Të falenderoj edhe po t'jap leje tikësh me që e di që e ke kohën shumë të kufizuar. Jemi sot në mbrapa. Shpresoj që do të jesh prapë në podcast. Gjithë mirë. Faleminderit. Referendum, thot Andi Tepelena, dhe unë besoj tek referendumi, po përveç 1000 pengesave që ka ligji për referendumit, ose më saktë, kodi zgjedhor se s'kemi ligj për referendumet, ne kemi dhe problemin që shumë njerëz, madje edhe në profilin tim në Facebook dje, më kanë komentuar, disa më kanë thënë që okay, ja dhe e ke këtë dëshirë që të bësh referendum. Do i vjedhë votat Rama prapë. Nuk besoj se ka njeri në Shqipëri më të përshtatshëm për të treguar se si i vjedh votat Rama. T'ja shpjegojmë pak publikut si u bëre ti ekspert i demaskimit të vjedhjes votës? Okej.
Atëherë, do më duhet të bëj një korrigjim. Më prezantove si inxhinier. Po. Është një titull që nuk e kam marrë ndonjëherë në formë akademike. Unë jam i diplomuar për financë, bank. Por teknologjinë e informacionit e kam patur pasion, më ka tërhequr dhe kam filluar në mënyrë autodidakte që në 91-shin. Janë 35 vjet që jam, mund të më quash një njeri të dashuruar me teknologjinë. Duke patur këtë lloj pasioni, shumë produkte të teknologjisë unë i kam ndjekur vetëm për shkak se ishin inovative, pa patur ndonjë interes direkt konkret. Dhe një nga këto produkte kanë qenë kartat e identitetit, dokumentat biometrik. I kam studiuar, kam parë mënyrat e ndryshme si mund të përdoren, çfarë lehtësie sjell identiteti biometrik etj. Dhe në kohën kur Komisioni i Reformës Zgjedhore në 2020-ën po punonte për zgjedhjet e 21-shit dhe u kërkua me forcë të madhe implementimi i identifikimit biometrik, u gëzova në mënyrë infantile, sepse po implementoj një teknologji që do rregullonte shumë gjëra nga problemet që deri në atë kohë ishin thënë. Po të dëgjoja në atë kohë përfaqësuesit e opozitës kohës, që ishte Partia Demokratike dhe të tjerat, po marr këta të demokratikës me që ishin forca kryesore, pretendimi i tyre ishte që antarët e komisionit, të cilët kanë detyrën që të bëjnë verifikimin, identifikimin e votuesve, antarët e komisionit janë vulnerabël ndaj korruptimit. Atëherë ne duam një gjë që nuk e njeh korrupsionin, nuk korruptohet. Duam një makinë e cila të na bëjë identifikim. Ideja më pëlqente shumë, shumë e bukur. Ky ishte pretendimi i tyre dhe angazhimi në dialog tregonte që dhe pala tjetër e pranonte a priori që po janë vulnerabël ndaj korruptimit. Qofse të kujtohet në ato kohra, PD-ja kërkonte fuqishëm, PS-ja nuk e refuzonte, por Gjiknuri, që ka qenë kryetari i grupit atëherë, thoshte nuk kemi kohë, nuk kemi para. Derisa në një moment u mërzitej Soreka. Gjithmonë logjistika. Soreka ka qenë atë kohë, mos gaboj. U mërzitej, ti si është puna përparata, do ua gjej unë, po vazhdoni. Ka qenë një takim në darkë, se më është fiksuar se ndoshta diçka tregon edhe ngjarja, ka qenë takimi në darkë kur Soreka bëri këtë deklaratën dhe në mëngjes gazetarët intervistojnë Gjiknurin dhe kush ka thënë që ne s'kemi para. Kemi më para plot. Dhe vazhduan diskutimet e tyre. Po ti shohësh, unë për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur më vonë, kam kërkuar dhe kam arkivuar edhe videot, prononcimet publike në media të shumë protagonistëve të kohës. Po të shohësh dhe videot thoshin që identifikimi biometrik tani do zhduki votimin e shumë fisht, votimin në emër të dikujt tjetër. Nuk do jetë më nevoja që të bëhen falsifikimet e kartave duke kruajtur me brisk fotografin për të zëvendësuar me një fotografi tjetër e gjëra të këtij lloji. Dhe pritej një teknologji e cila realisht do mundsonte që personi që shkonte paraqitej për të votuar të vërtetohej në mënyrë elektronike, çka do të thotë matematike në background, pra të vërtetoj në mënyrë matematike që ky është fiks ky personi i cili pretendon që është. Pastaj, e drejta për të votuar ishte a je ke lista apo s'je. Po kryesorja është a je ti ky që thua. Pra identifikimi. Duke patur këtë, duke ditur kapacitetet e dokumentave të identitetit që neve kemi, për hatër të, ose më saktë, duke shfrytzuar dhe një lidhje me të një miku tim me kryekomisionerin që kemi zotin Celibashi, në nëntor i kërkoj një takim, realizohet takimi, dhe i tregoj, pra sa dija unë, se si lexohet, cili është informacioni elektronik që ka karta, si mund të lexohet ky informacion nga karta apo nga pasaporta, si verifikohet ky informacion që është i saktë apo jo, si bëhet identifikimi biometrik. Do të themi një gjë që është mbajtur e fshehtë nga shqiptarët. Identifikimi biometrik tek ne ka filluar që në vitin 2015, që bëhet konkretisht në çdo qendër të shpërndarjes dokumentave të identitetit, kur ti merr kartën e identitetit, që nga 2015-a të kërkojnë që ti vendosësh një PIN. Që të vendosësh PIN-in, procedura është futet karta në një lexues, ti vendos gishtin dhe pastaj ti mund të shkruash në memorien e kartës PIN-in tënd. Çfarë ndodh në atë moment? Karta është në kontakt me pjesën tjetër të software-it, lexohet gishti yt, verifikohet me shenjën e gishtit që është në kartë dhe atëre qipi që ka karta brenda, kur e verifikon që është po i njëjti gisht me këtë që un kam të brenda vetes, atëre të lejon ty që të caktosh një PIN.
Dhe pastaj ky pini ka zëvendëson këtë pjesën e gishtit. Pra, si proces, identifikimi biometrik nuk ishte një gjë e çuditshme në Shqipëri. Bëhej në të gjitha pikat, mja 300 ca pika që ka. Pra ishte implementuar të paktën 300 herë. Dhe ky ishte informacion që unë e dhash Celibashit, duke i thënë edhe tjetrën që unë si person, si individ, as që më shkon në mend që të futem në për tenderat që do organizosh ti më mbrapa, pra nuk është se po të vi dhe po të them që shiko se Nuk më kam fut interes. këtu. Por më pëlqen që kjo gjëja të bëhet siç duhet, kështu që për çfarë do lloj informacioni shtesë, suporti, çdo gjë, jam i hapur të të ndihmoj sa herë që të kesh nevojë për këtë. U harrua kjo histori. Nuk u kujtua më Celibashi, nuk më ngeli qefi për këtë pjesë, por isha kurreshtar të shifja çfarë do bënte. Meqense nuk më përfshiu dhe shoh që u morën këto makinat e famshme Smartmatic të kompanisë Smartmatic. Ajo ka historinë e vet si kompani, po e lëm për momentin. Momenti i vetëm që un pata për të marrë vesh se çfarë ishin në të vërtetë këto makina, ishte kur shkova për të votuar, se shans tjetër për t'i parë e për t'i treguar e për të demonstruar funksionalitetet e tyre nuk kisha. Dhe ne kemi dhe këtë, kemi shpikur këtë gjën e të qenurit sekret, dhe për hatër të kësaj ne fshehim çfarë do lloj gjëje, edhe informacioni që detyrimisht duhet të jenë publike. Tani korrupsioni po nuk është sekret, nuk është më korrupsion. Është logjike. Në logjikën atyre. Kështu që në momentin që votova në 2021, kur pash procedurën se çfarë bënin ata realisht, kaloi karta në një çarje drejtvizore që kishte makina anash. Pra se e njohun teknologjinë, e vetmja gjë që mund të ndodhte aty ishte, nëse karta do kishte shirit magnetik të lexojë shiritin magnetik, karta nuk ka shirit magnetik, ka një tekst të shkruar. Aty i binte logjikisht që ishte vetëm një skaner optik i cili lexon ato të shkruarat që janë tek shiriti MRZ, që quhet Machine Readable Zone. Lexonte vetëm ato të lexueshme nga makina. Nga makina. Dhe lexoheshin ato të dhënat dhe pastaj ato përdoreshin. Pra, fillova të hamendsoja se si përdoren dhe çfarë bëjnë këto makina. Kontaktova me media me njohje personale. Me thënë drejtë, nuk është se kam ndjekur rrugën zyrtare që të shkruaja të merja përgjigje zyrtare ndaj, por për shkak të njohjeve personale kontaktoj me një media që konsiderohet si super investigative, me Birnin, që është rrjet investigativ ballkanik, me drejtoreshën e I Birnit, mirë financuar nga financuar, europiane dhe amerikane. dhe përgjigjja ishte totalisht idiote. A ke prova? Thash, më fal, unë po të propozoj të investigojmë. Ti je investiguesi, unë duhet të t'jap indicie dhe të shkojmë diku me këto. O e kam unë gabim, o e kam unë të drejt, po pata prova, s'kam se vike ty. Vike ty që t'i gjejmë provat bashkë. Ti si media ke të drejtën për se nuk ke gjykata kërkon prova. Po, këtë përgjigje idiote mora. Vazhdova ndërkohë duke u përpjekur që ta negocioja diku aty, po gjithkohën me njohje personale. Diku në një gjë tjetër investigative, gazetareske më thanë, po ti idiot, jam 20 milion euro tender, po do të shdukim nga faqe dheut, po i hyre kësaj pune. Me i vend tjetër thanë, shiko se do takojmë pronarin, çfarë do na thot pronari? E takum dhe pronari tha po patjetër, ti bëjmë një kërkesë KQZ-s që të na jap informacion. Nuk u bë asnjë gjë me këtë. Në 2023, në shtator, unë i dërgoj një shkresë KQZ-s. Pra, kaluan 2 vjet me gjitha këto përpjekjet që ta bëja disi mediatike kështu, s'u bë asnjë gjë. I dërgoj një shkresë KQZ-s dhe i them që unë kam dyshim që kjo makina që juve përdorni dhe e quani makinë elektronike identifikimi, pavarësisht që në daljet mediatike përdoret termi identifikim biometrik, po në shkresa është identifikim elektronik. Nuk guxojnë ta shkojnë deri te biometria. Publiku ku është ndryshimi midis identifikimit elektronik dhe atij biometrik? Identifikimi biometrik nënkupton që të përdoret një dhënë biometrike e personit për ta krahasuar me çfarë kemi ne në database nga të dhënat biometrike të atij, dhe nëse përputhen, atëherë dim që ky që kemi njeriu fizik që kemi përballë i takon ky identiteti. Dhe kjo e dhënë i bie të jetë gjurma e gishtit. Lutem kujdes me kamerën se do na rrezon. Mund të jetë gjurma e gishtit, mund të jetë fytyra. Këto janë 2 shenjat që ne i kemi të depozituara në dokumentin e identitetit. Pra mund të jetë fotografia e fytyrës ose shenja e gishtit. Ose të dyja bashkë. Po. Por këto janë ato që identifikimi elektronik çfarë është? Ndërsa identifikimi elektronik, pastaj ka të bëjë me metodat elektronike pra ti duhet t'i japësh një informacion elektronik
Po është si në rastin karta e bankës. Si karta e bankës që ti fut pinin, pra ti i tregon ATM-s, automatit makinës, ti i tregon që je ti pronari i kësaj karte, për shkak se ti di pinin. Pra jep informacion elektronik. Po karta e bankës nuk ka as fotografinë as gjurmën e kishtit tim. Informacione të këtij lloji. Që ta kuptoj publiku. Ose si puna Dhe pretendimi i yt ishte që këto makina bënin lexim njësoj si bankomatët. Nuk lexonin të dhënat të tjera. Më pak se kaq. Por në këtë moment unë ja prezantoj i çoj këtë shkresë KQZ-s. Përgjigja që më vjen ishte komplet pa lidhje. Unë i them të organizojmë, bile fjalia që kam ndërtuar aty në shkresë ishte e tillë. Unë ju sfidoj që në prezencën tuaj, me një makinë që e keni bërë juve gati, unë të votoj 4 herë, pa lënë asnjë gjurmë, pa u detektuar nga makina, dhe pa lënë asnjë gjurmë, të votoj 4 herë për 4 njerëz të ndryshëm. Mund ta bëj këtë gjë. Përgjigja më erdhi, shikoj se ne tenderin e kemi bërë bazuar në ligjin kaq, neni kaq për prokurimet publike. S'kish lidhje fare me çaj kërkova. Iku kjo. Pra, KQZ-ja, organi i ngarkuar me kushtetut, që paguhet me taksat tona, për të garantuar vërtetësinë dhe ndershmërinë e zgjedhjeve. Nuk shqetësohet kur ti i thua që me një cop letër unë mund të votoj 4 herë në emër të 4 personave të ndryshëm. Ka akoma. Jo, po që këtu që këtu duhet të kishin rënë kambanat e alarmit të gjitha partive opozitare. Unë nuk po them pse nuk u shqetësua qeveria. Që këtu po ka. Qeveria është shqetësuar pse ti e ke ngritur shqetësimin. Po. Opozita ku ishte? Kur ti ngritë këtë shqetësim që mund të votohet në emër të personave të tjerë. Në zgjedhjet e 2023-shit, unë kam komunikuar me eksponent të Partisë Demokratike. Në Elbasan u eksperimentua votimi elektronik. Dhe shkova në ato demonstrimet publike që bënin, shkova aty dhe pash se si e kishin të organizuar. Këtë kuptova nga mënyra se si përdore ajo, kuptova se ku mund të ishte defekti potencial i gjës. Dhe ua transmetova drejtuesve në nivel shumë të lartë, tash nuk duhet përmend emra për mos u bërë gjëra personale, por në nivel shumë të lartë. Një shkallë më poshtë se doktori. Po. Dhe i thash, problemet janë këto. Në ato kohë unë kisha konstatuar 3 probleme. Problemi i parë ishte numri serial në fletën e votimit dhe fakti që fleta e votimit jepej sipas radhës. Ndërkohë patronazhisti në Tedera shënonte Kastrioti hyri shtati, Mandi hyri 8 dhe kuptoj që më mbrapa korespondenca ishte fletën me numër 7 e mori Kastrioti, fletën me numër 8 e mori Mandi. Ky ishte një problem. Problemi i dytë ishte ky i makinave që nuk bënin asnjë lloj autentikimi, identifikimi, verifikimi, që deri në atë kohë për të qenë super të ndershëm, deri në atë kohë unë prap e kisha dyshim, pavarësisht isha shumë i bindur, po themi 99% i bindur, më duhet edhe 1% për ta verifikuar, dhe problemi me votimin elektronik ishte që unë shoh një makinë e cila bën ca gjëra, i përgjigjet ca komandave të mia. Pra unë zgjedh an dhe kjo makina printon një letër që thot A. Unë zgjedh B dhe kjo makina printon një letër që thot B. Po kur të marr rezultatin, unë nuk e di a i mblodhi kjo një A, një B, apo më nxori 2A, apo më nxori 2B, sepse unë nuk e di çfarë bën softi i kësaj makinës. Dhe për këtë duhet një auditim i softit. Dhe pas auditimit softit duhet një procedurë shumë specifike pra që të publikut përmes ndërhyrjes në aplikacion. Po. Aplikacioni 10 vota A mund t'i regjistrojë si 15 vota A, ndërsa 10 vota B mund t'i regjistrojë si 5 vota B. Ka një tërësi algoritmesh që njihen si algoritme të korrigjimit progresiv. Pra ti i thu makinës që unë dua një rezultat që të jetë 2% më shumë se sa reali për njërin krah. Dhe makina gjithë kohën numëron çfarë ndodh realisht, çfarë zgjedhje po bën njerëzit, çfarë vote po japin njerëzit realisht. Dhe her pas here kur i duhet, kur ajo diferenca bëhet njësi e plot, e ndryshon. Dhe nxjerr në favor të domethënë e shton aty siç ka marrë instruksionin fillestar. Ka algoritme tjera që mund të thuhet që unë e du kaq 30%, 50% zgjedhje në A dhe ajo e mban. Argumenti që kam dhënë atyre me cilët fola në atë kohë ishte argumenti i slot mashinave në kazino. Ti shkon luan kazino slot mashina, shef ato gjërat që rrotullohen aty që do duken super të rastësishme, në fund të ditës ka i rezultat që 20% apo 10 apo 15 sa është, do t'i fitoj kazinoja. Dhe kjo është e ligjëruar në çdo vend ku përdoren kazinot. Kjo dihet. Edhe këtu tek ne, kazinoja deklaron në shtet që 20% të xhiros së makinave elektronike do ta fitoj unë, e kam fitim.
E sigurt ajo. Është vetë algoritmi nga mbrapa që e sjell situatën të tillë që të ndodhi ajo gjë. Dhe këtë gjë ja thash. E bukura ishte që i thash, ajo që ka për të ndodhur, që dyshoj unë që ka për të ndodhur, është që dikush do të zgjedhë ty dhe letra do i dali për tjetrin. Ajo ndodhi. Dhe nuk u shqetësuan eksponentët e lartë të Partisë Demokratike. Për momentin ishim një muaj para zgjedhjeve, për momentin thanë këto janë të tmerrshme, por ne nuk i bëjmë dot publike sepse shkurajojmë njerëzit nga pjesëmarrja në votime. Domethënë të marrin pjesë në votime që të fitojë Rama rehat me makina. Po, që tu mbasi me nder. Ditën e zgjedhjeve, kjo që unë kisha parashikuar, hamendsuar, ndodhi. Në një qendër votimi, në fund fare, komisioneri i PD-s kuptohet, votoi për PD-n dhe shef që letra këtë i del me Gledian, si e ka ideali i PS-s që u zgjodh kryetar bashkie. Doli. Dhe më morën në telefon. Çfarë të bëj tani? I thash tani duhet vendosni patjetër sekuestër mbi makinën, që mos të preket se po u prek pastrohet për 3 minuta, nuk është bë problem, vendosni sekuestër, trisni prokurorin, vendosi sekuestër, mos e prekim me njëri makinën se pastaj ekzaminimin mund t'ja bëjmë më vonë për të parë çka ka ndodhur në të vërtetë. E mora përgjigjen shumë më vonë. Se çfarë kishte ndodhur, se s'u kujtun më, e ka marrë në këto zgjedhje të tanishme, pra 2 vjet më mbrapa, duke lexuar një raport të KQZ-s që ishte përgjigjur sepse e kishin ngritur këtë si çështje në KQZ, dhe KQZ-ja i përgjigjet që ne verifikuam që numri i votave elektronike ishte i barabartë me numrin e votave sipas fletëve të prituara. Ndërkohë që ajo që po thuaj ishte që unë votova dikë tjetër dhe letra më dolin ndryshe. Ai thot argumentin, sa që ishin letra, aq ishin dhe elektronike, po normale. Unë këtë po të akuzoj, unë këtë po denoncoj. Ndërsa argumenti nuk e zgjati më këtë histori. Ndërsa argumenti që merrti nga brenda PD-s, po ka çuditëra Kastriot. Argumenti nga brenda PD-s. Ma çuditë të lutem. Po do më thuash çuditë atë. Po. Argumenti nga brenda PD-s. Prap nga një nivel shumë i lartë, direkt poshtë doktorit. Ai problemi i Elbasanit ishte sepse letrat e printerit të Elbasanit ishin mbajtur në bodrum, kishte lagështi, letra ishte bymyer nga lagështira, edhe bëi vot për PS. Dhe dilte me vonesë, kështu që ajo që ka dalë aty në fakt i bi që të ketë qenë ndonjërit më përpara. Unë çuditë nga këtë? Se dia mund çuditë më me Partinë Demokratike sepse me këtë që po thua ka bër avokatin e Partisë Socialiste më mirë se çdo ta bënin vetë ata. Eksaktësisht. Gjiknuri me shok. Eksaktësisht. Pra, fole, besoj që është e qartë tashmë për publikun se çfarë ndodh me votimin elektronik dhe ke edhe rastin konkret që ka ndodhur në Elbasan. Kemi dhe momentin e fundit ashtu në zgjedhjet e 2025-s, këtij viti. Pikërisht për të ndjekur këtë lloj procesi, sepse si qytetar me tentativat e mia me mediat, me këto nuk po çaja dot gjikundi. Atëherë u antarsova në Partinë Aleanca Konservatore për të patur një status që të ndiqja këtë problem me status. Partia ishte pjesëmarrëse në zgjedhje. Që të pranonte ligjin, të njëjtë ligji si të legjitimuar për të bërë kërkesë. Po, në gjykimin tim, ligji si qytetar jam shumë më i legjitimuar se sa si parti, sepse unë jap votën dhe unë duhet di çfarë bëhet me votën time. Po me këto ligjet tona, okay, thash po përdor këtë rrugën tjetër. Se ne kemi maliqe, s'kemi ligje. Dhe ndodh një gjë. Ligji Kodi Zgjedhor akoma dhe sot, e thot që KQZ-ja duhet të bëj verifikim, ekzaminim, demonstrim të funksionaliteteve para zgjedhor dhe verifikim bas zgjedhor. Dhe nëse evidentohen probleme, duhet marrim masa që mund të shkojnë deri edhe në heqjen nga përdorimi të këtyre pajisjeve. Pra, logjika ime është kjo, ne e provojmë mirë çfarë bën pajisja, pastaj vendosim a do e përdorim apo jo. Seanca KQZ përballë komisionit rregullator është bërë në shkurt, pra është marrë vendimi që pajisje do përdoren, seanca u bën shkurt, prova u bën prill. Duhet ishte komplet e kundërta. Në seancën e shkurtit unë marr pjesë dhe përpiqem të shpjegoj atyre që duhet bërë një provë për këtë punë, sepse unë dyshoj që etj. Që nuk argumenti që u kanë përdorur në atë kohë ishte ky. Ju nuk e përdorni dokumentin e identitetit si dokument identiteti, e përdorni thjesht si mbartës të një informacioni të shkruar. Hajde ta provojmë, kam të drejtë apo s'kam. Unë do vi me i cop kartoni në vend të kartës. Nëse funksionon e gjitha njësoj, atëherë pse i përjashtuat 25% të zgjedhësve në himar, në zgjedhjet e pjesshme, vetëm se dokumenti ishte i skaduar. Kur ndërkohë ti nuk është se po përdor dokumentin. Ti po përdori gjë të shkruajtur me që e ka dokumenti sipër. Ç'lidhje ka skadenca dokumentit?
Kushtetuta nuk thotë që të drejtën për të votuar e ka një qytetar që e ka dokumentin të paskaduar. Kushtetuta thotë të drejtën e ka qytetari. Se si do identifikosh ti është tjetër gjë, mjeti. Po të drejtën e ka qytetari. Përderisa ti nuk e përdor mjetin për identifikim, pse më skarton mua se nuk kam mjet? Ky është argumenti i shkurtit. Në 28 prill organizohet seanca publike e demonstrimit funksionaliteteve të pajisjeve elektronike të identifikimit. Sa ditë para zgjedhjeve? 28 prill, 11 maj ishin zgjedhjet. Domethënë as 2 javë. As 2 javë. As 13 ditë, 14 ditë. Po pra, as 2 javë. As 2 javë tamam. Dhe shkojmë. Shkova unë bashkë me Altin Goxhën, kryetarin e partisë. Të bindur të dy që nuk do na lejonin që të bënim atë që ne eksperimentin që ne donim të bënim. Në momentin që shkojmë dhe futemi aty, shohim 3 persona me badge vëzhgues ose bes. Dhe unë, duke patur këtë bindje paragjykimin paraprak që nuk do na lejojnë të bëjmë provat, shkoj dhe i drejtohem kësaj zonjës, duke i thënë që ne kemi këtë dyshim, jemi përfaqësues të një partie, kemi këtë dyshim, duam të bëjmë këtë provë, por këta nuk do na lënë. Ti me autoritetin që ke të lutem ndërhyj që ne të bëjmë provën, mund dalim dhe gabim, po ndërhyj. Po tha, më jep kartë vizitën dhe më thotë, mund të më dërgosh një email? Zonja Liza Past, përfaqësues e OKB-s për teknologjinë e informacionit, ose BE-Odirit, për të qenë korrekt. Shkojmë aty ku po bëshim provat, fillojmë të diskutojmë për të na lejuar që të bënin ato prova që ne vetonim. Reagimi ishte kundërshtues, vazhduam u ngritën tonë të bën goxha derisa u detyruan në një moment që të na pranonin. Dhe çfarë bën? Shkon Altini përpara makinës dhe përpara operatorit me kartën time të identitetit. E kalon operatori, në makinë del surati im. Operatorit i tham, ty të kemi bler, ti s'do thush gjë. Në makinë doli fotografia dhe dhënat e mia. Dhe Altini vendosi një gisht të vetit. U printuaj shiriti letrës, procedura normale, njësoj sigur të kisha qenë unë. Mbas kësaj, supozohet që Altini kishte drejtën të votonte. Mbaroi kjo. Pra, u votua, u identifikua Altini si unë. Po. Dhe vazhdon e ri përsëri dhe një herë, po aty në po të njëjtën makinë, Altini me dokumentin e vet. Vendos dokumentin e vet, del fotografia e vet. Ky operatori i korruptuar vendos një gisht tjetër. Pra jo shenjën e gishtit që kishte lënë për mua, po shenjën e një gishti tjetër. Prap çdo gjë jeshile, printohet dhe shiriti i dytë. Demonstrimi që mund të votoj i njëjti person 2 herë, mjafton që të ketë bler operatori. Makina absolutisht asnjë lloj reagimi. Për makinën kishin ardhur 2 persona të ndryshëm. Pra po më thuaj që çdo lloj gjurmë gishti që ti japësh, makina nuk e lexon. Makina e merr e ruan. Dhe bëhet një krahasim më mbrapa, aja është e njëjta shenjë 2 herë. Dakor. Pra mund të përdorësh të 10 gishtat, mund të votosh 10 herë. Dhe mbarove. Po mirë, pas ka një kufizim. Po. 10 herë mund të votosh. Deri në 10 herë. Pra, tamam po të votosh 11 quhet korrupsion, edhe prishje zgjedhje. Që në eksakt 9 herë, se një është që të takon, se është vota jote. Po. Plus 9 herë të tjera. Po pra. Domethënë për vete dhe për 9 të tjerë. Po pra, nuk është korrupsion. Duke qenë se moralisht për momentin fituam një lloj avantazhi ndaj tyre, atëherë unë nxjerr atë kartonin tim të famshëm, ku kisha printuar shiritin që ka karta ime identitetit, një karton i bardhë, vetëm ishte printuar shiriti me të njëjtat fonte, me të njëjtën madhësi. Dhe i them atij, kaloj pak të lutem, më thash tani. Nuk po e bënte dot se ndërkohë kishte mbyll procedurën asaj makine, shkon ke një makinë tjetër, kalon atë kartoni, dhe del fotografia ime dhe dhënat e mia, njësoj siç dolën kur kaloj kartën. Pra, absolutisht, domethënë as chip, as lexim elektronik, absolutisht asnjë gjë elektronike. Në këtë pikë më ka ngelur vetëm për të bërë një verifikim të fundit, se ato të shkruarat që janë. Domethënë mund të shkruajmë një flet plasmasi me kompensat, me xham, boll që të jetë jo transparente dhe të ketë numrin të shkruar. Mjafton që të ketë numrin. Më ka ngel vetëm një numri i saktë është në rregull. Më ka ngel vetëm një verifikim për të bërë, sepse normalisht ai teksti i shkruar aty në fund të çdo rreshti ka një numër që është rezultati i një llogaritje që i bëhet çan të shkruarat më përpara. Dhe është numër për kontroll, pra që makina të kuptojë nëse e ka lexuar mirë apo jo pjesën tjetër të tekstit. Më duhet bëj edhe këtë verifikim në fundit që t'ja fus kod atij numrit të fundit, pra mos të dhe të shoh se ndoshta edhe këtë lloj verifikimi nuk e bën. Pra as kaq, as e lexova mirë rreshtin apo jo, ndoshta edhe këtë nuk e bën. Thjesht merr atë NID-in, numrin personal, kërkon database mbas NID-it edhe vazhdo procedurën het se
Dhe kjo ishte ajo që ndodhi. Ti jemi në fund, kemi vetëm 5 minuta. Ti e përmendesh Karazi, unë e di sepse kam marrë pjesë në një demonstrim që ju keni bërë në shkallët e Universitetit të Tiranës. Po duhet ta thuash edhe një herë për publikun, çfarë ndodhte kur fletët e votimit kishin numër serial dhe kishin një barkod? Në zgjedhjet përpara 2025-s. Në barkod. Dhe pse ishte korruptimi i zgjedhjeve? Përdorimi i barkodit dhe numrit serial. E the pak në fakt vetëm numri, domethënë ishin dy faktorë që ishin bashkë. Secili më vete nuk përbën problem, po ishin dy faktorë bashkë. Faktori i parë ishte numri serial. Numri serial identifikon fletën në mënyrë unike. Po. Pra ishte pjesë e barkodit, po jo barkodi në vetvete si i tërë, po numri serial që ishte i ndryshëm për secilën fletë. Duke qenë serial, do thotë që është konsekutiv, është njëri mbas tjetrit. Dhe në blok, fletët janë 1, 2, 3, 5, 7, sipas radhës. Si në një libër. Dhe përveç këtij fakti, ishte dhe fakti që fletët jepeshin nga bloku sipas radhës. Pra ti hyje i pari dhe do merrje detyrimisht fletën 1. Unë e kam kërkuar ta merrja fletën nga mesi, të rastishme. Po. Dhe më është refuzuar në zgjedhjet e 2023-shit. Po. I kam kërkuar komisionit, jo, e japim ne, e dim ne këtë të japim. Sepse po të prishej radha, pra ideja është nuk zbuloj vot. Hyni pari merr fletën e parë, hyni dyti merr fletën e dytë. Në rregull, po si e kupton partia X se për kë ke votuar ti? Mbas votimit, pra mbas që ka mbaruar procesi kur fletët depozitohen në magazinat e rezervave shtetërore në Lundër, ai patronazhisti i radhës që s'ka çfarë bën gjithë ditën, shkon aty dhe shef se radhën e pjesëmarrjes e ka mbajtur që ditën e votimit ai. Po. Ka pas pafundësisht raste deri në zgjedhjet e fundit të gushtit që ishin këto të pjesëmet në Himar, bile ka pohuar Celibashi në media me gojën e vet që ishin 2 persona që dera që mbanin radhën. Deri në atë ditë janë bërë në zgjedhjet e 2025-s që hoq numri serial, nuk ishte më nevoja. Dakor, rrit në 2023-shin. Pra kemi fletë të renditura që kanë nga një numër serial si numrat e faqeve në një libër. Dhe ti nuk e zgjedh dot, ta jep komisioni. Ta jep komisioni sipas radhës. Ti hyni i pari, merr fletën e parë. Merr fletën e parë. Komisioneri shënon që i pari hyra unë. Po. U fut vota në kuti. Po, çfarë ndodh pastaj? Votat në kuti janë të ndara sipas partive. Po. Atëre unë që kam pushtetin dhe kam mundësinë të çoj njerëz ke magazina në Lundër për të bërë këtë gjë që s'duhet jetë e palishme, po kush do pyesi? Unë dërgoj atë patronazhistin tim dhe i them, shko tani dhe më shif te këto fletat që janë për partinë kundërshtare. Çfarë numër serial ke? Kam 13, 17, 25. Manualisht, të marrni çdo fletë të mbaj shënim. Janë me barkod, s'ka nevojë manualisht. Ne po pyes për barkodin. Okej, pra me një barkod e me lexues kalojnë aq shpejt sa do e kishte ëndër Celibashi që ti numëronte votat aq shpejt, po për të marrë vesh se të kujt janë shumë të shpejta pra. Ajo është për. Pra unë shkoj në Lundër, vë kapicën e votave të PD-s dhe skanon barkodet me radhë. Ka pajisje që lexon barkodet edhe njësoj si në supermarket kur kalojnë ushqimet. Po. Dhe pas 5 minutash për shkakun për një tuf votash unë e di kush i ka votuar ato. Po. Po mirë, mund ta përdorur këtë për të bërë presion votuesit? Kjo është përdorur sepse skenari patronazhimit me delikatesë una mund ta përdor. Skenari patronazhimit un kam hulumtuar, tash do më është shkelje kushtetutës kjo. Kjo ashtu s'kemi fshehtësi të votës. Nuk e di nëse ka ndonjë gjë që është akoma dhe më themelore se kushtetuta, se dhe ajo është shkelur me këtë. Kjo është po pse PD-ja nuk thot asnjë fjalë. Atëherë në konkluzion të gjitha këtyre historirave të mia, takimi i fundit ka qenë me doktorin. Okej. Me këtë do ta mbyllim. Atë kartonin që unë e quajta arma e krimit, atë kartonin e ka doktori sot në dosje. Sepse nuk flet, ai e di. Teori konspiracionit duket. Nuk e di. Sepse nuk flet ai e di. Sepse historia e makinave të identifikimit është baza, shpjegimi për të gjithë sa gjërat që doktori ka denoncuar. Sepse doktori denonconte, Celibashi dilte dhe thoshte, po Flavio, ajo është e tmerrshme që po ne po shohim në video. Po në fund të ditës sa ndikoi ajo qendrat e përgjithshme. Pra relativizonte, ndërsa makinat, 5200 makina janë të gjitha njësoj. Çdo qendër votimi të njëjtat kushte për të bërë të njëjtën gjë. Po e mbyllum. Po prapë me doktorin. Me zgjedhjet e vitit 2000. Zgjedhjet bashkiake. Po. Kryetari i Partisë Demokratike për Durrësin, kryetari i bashkisë, ishte në detyrë rikandidonte, Arqile Gorrea, mblodhi provat sipas tij të konsiderueshme
për manipulimin. Dhe ja çoi dosjen doktorit. Dhe doktori i tha, dëgjoj që le kemi humbur gjithë Shqipërinë. Ç'vlerë ka që të bëjmë sherr për Durrësin? Lere këtë dosje. Faleminderit shumë Amanda Brusha që ishe me mua. Gjatë kohës që po të dëgjoja, më lindi ideja që të bëjmë një emision tjetër bashkë, një podcast tjetër në të ardhmen kur ta kesh ti përmbar, të marrim materialet e tua video dhe meqense ato kanë kolon zanore të dëmtuar, ti komentojmë bashkë, sikur po i shohim live. Patjetër. Në televizion, besoj që do jetë më e qartë për publikun kjo që kemi thënë sot. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, jo vetëm për këtë episod, po edhe për faktin që këtë informacion e ke bërë publik sa herë që të është dhënë mundësia. Sepse problemi kryesor që kemi patur është që kjo është kaluar e tëra në heshtje. Unë besoj që të dy përpiqemi të bëjmë detyrën që kemi ndaj këtij komi. Unë t'jam mirënjohës për këtë gjë. Gjithashtu edhe unë. Faleminderit shumë. Këtu përfundon edhe ky emision, bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.